Rreshjet e rëna me intensitet gjatë ditëve të fundit, sidomos në zonën e Gjirokastrës, por edhe të Përmetit, kanë bërë që niveli i Vjosës të rritë ndjeshëm duke shkuar në kuotat 7.1 metër mbi nivelin e detit. Përpasoj Vjosa ka dalë në trati pranë tregut të Gjës së Gjallë, por edhe pazarit, çka ka bërë që Bashkia e Vlorës, por edhe njësia administrative të lajmëroj familje të cilat ndodhen në afërsi të shtratit të lumit Vjos, konkretisht pranë urës së Mifolit, por edhe në fshatin e Novoselës dhe konkretisht 14 familje të cilat janë lajmëruar për të marrë masat e tyre paraprake. Ndërkohë që pritet që niveli i Vjosës të rritet ende pasi prurjet nga zona e Gjirokastrës dhe Përmetit vijojnë të jenë të larta. Kështu lumi Vjos vijon të rritë ndjeshëm nivelet, ndërsa referuar burimeve nga zona e Përmetit, prurjet pritet të shtohen. Si pasojë e kësaj situate, lumi ka dalë nga shtrati në zonën e urës së Mifolit në Novosel, ndërsa lumi ka arritur në rreth 7.1 metër. Pas situatës së krijuar nga Bashkia Vlorë dhe Emergjencat Civile, janë marrë masa duke kërkuar nga të gjithë banorët që ndodhen në afërsi të shtratit të lumit të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet nga institucionet. Janë rreth 14 familje që ndodhen në zonë, ndërsa është kërkuar dhe largimi i Gjës së Gjallë nga banesat të cilat rrezikohen. Nga emergjencat konfirmohet se prurjet vijojnë të jenë të larta për shkak të rreshjeve intensive, ndërsa në vijim situata do të vijojë të ndiqet me vëmendje duke monitoruar dhe problematikat që mund të krijohen si pasojë e motit të përkeqësuar. Pritet që këtë të mërkurë, Vlora dhe jugu i vendit të përfshihet sërish nga moti i keq dhe rreshje intensive.